Eksperimenti amerikan rendit frutat dhe perimet që thithin më tepër pesticide gjatë rritjes. Më shumë se 90% e mostrave të një dyzine frutash dhe perimesh rezultuan pozitive për mbetje të mundshme të rrezikshme të pesticideve sipas urdhrit të vlerësit për pesticidet në produktet ushqimore 2025, i quajtur 12 produktet e pista. Ky listim përpilohet nga të dhënat më të fundit të testimeve qeveritare mbi produktet organike përpiluar nga një organizatë advokuese për shëndetin që publikon këtë raport çdo vit që nga 2004. Spinaqi kryeson listën me më shumë mbetje pesticide për peshë se çdo produkt tjetër i testuar i ndjekur nga luleshtrydhet, lakra, rush, pjeshk, qershi, nektarina, dardha, moll, manafera, boronica dhe patate. Sipas Alexis Temkin, zëvendës presidente e shkencës në EUG, qëllimi i këtij raporti nuk është të friksoj konsumatorët nga ngrënia e frutave e perimeve, por të ndihmojë ata të bëjnë zgjedhje më të informuara për blerjet organike. Udhëzuesi synon të ndihmojë konsumatorët të hanë shumë fruta dhe perime, duke minimizuar ekspozimin ndaj pesticideve. Studimet tregojnë se kalimi nga një dietë konvencionale në një dietë organike sjell reduktim të ndjeshëm të pesticideve në organizëm, tha Temkin. Megjithatë, Aleanca për ushqimin dhe bujqësinë, që përfaqëson fermer organik dhe konvencional, është një kritikë e përhershme këtij raporti. Ne mbështesim zgjedhjen e lirë të konsumatorëve, por kjo listë nuk duhet ta ndikojë atë, tha drejtuesja ekzekutive Teresa Torp. Deklaratat të tëra kërkimesh në toksikologji, të dhëna qeveritare dhe studime ushqyese tregojnë rëndësinë e konsumimit të frutave dhe të perimeve për një shëndet të mirë. Të rejat në listë, manaferat dhe patatet. Manaferat janë përfshirë për herë të parë në listë, pasi nuk ishin testuar më parë nga Departamenti Amerikan i Bujqësisë. Patatet janë rikthyer në listë pas disa viteve mungesë, kryesisht për shkak të përdorimit të një rregullatori të rritjes së bimëve, të quajtur Kol-Ropfram, i ndaluar në Bashkimin Evropian. Ai aplikohet pas korjes për të parandaluar mbirjen e patateve gjatë magazinimit apo transportit, tha Temkin. Pikërisht sepse përdoret vonë, afër momentit të konsumimit, kjo çon në përqendrime të larta të mbetjeve pesticide. Kjo listë përmban më shumë se 50 lloje të ndryshme pesticidesh sipas në disa prej produkteve. Lista mat frekuencën e zbulimit, numrin e pesticideve të ndryshme, si dhe përqendrimin total dhe raportin me dozën që mund të jetë dëmshme për kafshat në studime laboratorike. Krahas listës me më shumë pesticide, EUG publikon edhe frutat dhe perimet konvencionale me më pak mbetje pesticide. Shumë prej tyre janë të mbrojtura me lëkurë që qërohet përpara konsumimit. Dhe kështu lista përfshin ananasi, që del më i pastri, mistri ëmbël, i freskët dhe i ngrirë, avokado, papaja, qep, bizele të ngrira, asparagus, lakra, shalqiri, lule lakra, bananet, mangot, karotat, kërpudhat, kivi. Si të pastroni frutat dhe perimet. Sipas FDA, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave, të gjitha produktet dhe ato organike duhet të lahen para qërimit për të shmangur transferimin e baktereve nga thika në produkt. Produktet e forta si karotat, kastravecët, pieprat, patatet duhen fërkuar me një furçë të pastër nën ujë. Përdorimi i ujit të rrjedhshëm, jo detergjent. Për zarzavatet, jeshile si lakra, sallata, hiqini gjethet e jashtme dhe shplajini me kujdes. Përdorni ujë me presion të ulët dhe të ngrohtë sa vetë zarzavati. Pastrojeni edhe kullesën e përdorur.